I premtoi një grua punësimin e djalit si inspektor mjedisi kundrejt parave, SPA kërkon dënim me burg të Dritan Lleshit. Prokuroria e posaçme ka kërkuar dënimin me burg të Dritan Lleshit, alias Dritan Dreca, i cili akuzohet për ushtrim indikimi të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. SPA ka kërkuar dënimin e tij me 1 vit burg, por u propozua ulja e dënimit me 1/3 në 8 muaj. Sipas organit akuzës, Dritan Lleshi ka premtuar një grua punësimin e djalit të saj si inspektor mjedisi kundrejt pagesës, duke i thënë që kam vëllai në Ministrinë e Brendshme. Denoncimi është bërë nga shtetasi me inicialet AN, i punësuar në një njësi të shitjes së karburantit në 8 nëntor. Në 8 tetor 2020 në drejtorin vendore të policisë në fshatin Gore të Lushnjës. Sipas këtij kallëzimi, në vitin 2019 i pandehuri Dritan Lleshi, njohur prej tij me emrin Dritan Dreca, me origjinë nga Puka ose Laçi, banues në fshatin Ngurrës e Vogël, Lushnjë, i ka premtuar AM bashkëshortes AN punësimin e djalit të tyre EN si inspektor mjedisi në Fier kundrejt shumës prej 400.000 lekësh, informon SPA. Dritan Lleshi, sipas organit akuzës, i ka thënë gruas se kishte një vëlla në Tiranë me emrin me inicialet PN, i cili punonte në Ministrinë e Brendshme dhe përmes tij do të ndërhynte që djali i kallëzuesit të fitonte konkursin për inspektor mjedisi në Fier ose Lushnjë. Sipas planit të prezantuar prej të pandehurit, kjo do të realizojë në muajin qershor 2019, kohë kur shtetasi me inicialet AN i ka dorëzuar edhe një kapar prej 200.000 lekësh Dritan Lleshit, i cili më pas e shtyu mundësim për punësim në shtator të njëjtit vit. Nga analizat e provave dhe të dhënave të grumbulluar në kuadër të hetimit të këtij procedimi penal, rezulton e provuar se i pandehuri Dritan Lleshi me lidhje familjare me PN, djali i Xhaxhait, ka kryer veprën penale ushtrimi ndikimit paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, parashikuar nga neni 245 fraksion 1 paragrafi 2 i Kodit Penal, thekson Prokuroria e Posaçme.